Ta disa herë fjalën jemi në udhkryqe di Rama në fjalimin e tij sot. Në udhkryqin e madh politik, mandatet 83 nuk I diskutoi, po në rrugtimin e mëvonshëm. Po mendoj që është reagimi I parë politik I kryeministrit për një nga faktorët që ai e ka pothuajse injoruar dhe shpërfillur në historinë e 13 viteve të qeverisjes vet. Perceptimin publik dhe atë çka mendon opinioni publik. Po ta shikosh në mënyrë të thellësishme, mandatet e qeverisjes së kryeministrit Rama janë mandate pa dy aspekte të procedurës dhe të protokollit të demokracisë. Llogaridhënien, transparencën dhe sqarimin publik. Këto pothuajse kanë qenë të munguara. Janë bërë ose janë artikuluar në mënyrë personale prej tij sa herë ka pasur një kontekst të caktuar të agravimit të dienisë publike, të pakënaqësisë publike dhe të reaksionit publik. Por edhe atëre është bërë një interpretim ala politik dhe nuk është bërë kur një interpretim I argumentuar faktologjik për çështjet e abuzivizmit, për perceptimin për nivelin e lartë të korrupsionit, për implikimin e elementeve kriminal në vendimarrjet e ndryshme dhe kryesisht në vendimarrjet që lidhen me asetet financiare dhe buxhetimet publike e tjerë. Dhe sot ky është një reagim I parë. Madje në kalendarin e mbledhjeve, le të themi kaq të gjata të qeverisjes së tij në 12 apo 13 vjet të fundit, kjo është ndoshta mbledhja më e gjatë, ku për herë të parë është një prezencë mikse midis grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe kabinetit qeverisë. Në mbyllje, se po nis nga fundi fjalës së Ramës, ta mbi këto që unë thash, pres pyetje, diskutime, debate me dyer të mbyllura gjithmonë, që nuk e ka bërë në asnjë mbledhje të mëparshme në këto 12-13 vjet, pra edhe sugjerime. Nuk e dim se do ketë debate apo mendime ndryshe në atë mbledhje ku përgjithsisht Rama nuk ka se kush ta kundërshtojë, ta themi siç është e vërteta apo jo. Unë mendoj që kjo është një lëvizje thjesht formale. Ne duhet jemi të sinqertë dhe e kemi vërejtur fakti që kemi ndarë një periudhë shumë të gjatë të karrierës sonë, e cila ka bashkëshoqëruar edhe historinë politike të partisë që drejton zoti Rama sot, shikojmë se sa epoka të ndryshme brenda vetvetes dhe historisë së saj ka. Epokën e dikurshme të konsulencës politike, të vendimarrjes kolektive politike formale dhe sot në një situatë kur demokracia kolektive është reduktuar në demokracinë e vendimarrjes prej njëshit. Kështu që unë mendoj që kjo është një aspekt formal I kryeministrit, është pikërisht pohim në mënyrë, le të themi, rrethanor I asaj që ai e lëshoi si konstatim, jemi në udhëkryq, është më shumë se kur kryeministri dhe kryetari I Partisë Socialiste sot ka nevojë për aspektet formale. Këto aspektet cilat ai në historinë politike të statuseve të tij si qeverisës I vendit pothuajse I ka shpërfillur. Si e lexove deklaratën jo dorëheqje automatike, ne nuk hym në vallen e dorëheqjeve sa herë ka një akuzë, na solli rastet e Gjermanisë dhe Francës, atje ku ne synojmë të antarësohemi në 2029 sipas kryeministrit Rama, dhe foli që në Gjermani dhe në Francë ka një institucion shumë të rëndësishëm, është institucioni I prezumimit të pafajësisë. Janë dy koncepte të ndryshme që mendoj që jo pa qëllim I përzihen edhe I bashkëvendos në një ligjërim kryeministri. E para njerë dorëheqjet automatike nënkupton dorëheqjet spontane ose të ardhurave në një befasi. Në rastin e zonjës Balluku besoj nuk bëhet fjalë për një gjë të tillë, por ka nisur një proces I cili më herët është, le të themi, është mbufatur në dijenin dhe në interpretimet publike, është bashkëshoqëruar me një procedurë nga organi I prokurorisë së posaçme dhe pastaj ka mbritur si procedurë për tillë tek masat. Dhe fakti që dorëheqja e vetë zonjës Balluku depozituar pranë kryeministrit është përsëritur për herë nuk quhet më automatike, por quhet një dorëheqje e mirë menduar, e mirë studiuar, e ripërsëritur dhe e stërpërsëritur. Pra është një gjë që mendoj që politikisht nuk është interpretuar drejt edhe si arsyetim logjik nga kryeministri. Por ka diçka që ne duhet ta themi. Kriza e sotme midis marrëdhënies së vendosur për shkak të kazusit rastit Balluku, midis ekzekutivit të vendit dhe segmentit më të rëndësishëm të drejtësisë së re që është institucioni I SPAK-ut, ka nevojë për një rishqyrtesë. Shumica politike në vend dhe palët parlamentare në parlamentin e Shqipërisë do të duhej më herët
në historinë prej 2016 deri në ditën e sotme të rikthenin atë që konsiderohet një sipërmarrje e pikpamjes amenduese të legjislacionit, atë që quhet proporcionalitetin midis organit të akuzës dhe sistemit të gjyqësorit.